A e kuptoni ju se çfarë po ndodh sot Shqipërima? Kanë dalë biletat e ndeshjes Shqipëria-Angli dhe po bëhet nami me çmimet. Me këto çmime duket sikur do shkosh koncert sa radhe. Jo ndeshje futbolli. Duket sikur po luhet Kupa Botës. Kisha i shok rrugës si po vinin këtu dhe i dukesh e vetja sikur po aplikonte për kredi dhe jo sikur do bleten dhe i bilet. Ky muhabet shkurt është sikur ti je në një lotari. Qofse të bie bileta, do shkosh stadium. Qofse jo, merr ca patatina dhe shikoje shumë mirë nga televizori. Ato biletat e tribunës VIP mos i shikoni fare valla se janë ai shumë shtrenjta saqë të duket sikur do bësh një foto me një këngëtar të madh ose me presidentin e federatës. Nuk e di a vlen apo jo. Biletat më të lira janë ato mbrapa portës, kur shkojnë nga 25 deri në 35.000 lekë. Tribuna përballë është 90.000 lekë, ndërsa ajo VIP deri në 500.000 lekë. Po lexoja ca komentet e faqja zyrtare në Instagram e federatës dhe më mirë mos i lexoni se jam me fjalor shumë të rëndë. Në fund të ditës, për te shakas, ne do të jemi aty, me shpirtin dhe zemrën tonë, dhe me shpresën që do të fitojmë, se shqiptarët dihet që nuk kursejnë kur për futbollin.